Tani unë jam I bindur se kjo pasqyr faktesh dhe shifrash, sa kokëforta aq dhe domethënëse nga dy sektorët strategjik që Belinda Balluku ka drejtuar si titullar politik I tyre, do të gjuhet dhe do të pështyhet nga tër lukunia e pazarit të tenxhereve politike dhe mediatike, si të ishte një flet lavdërimi me fotografinë e saj. Por faktet janë fakte. Dhe asgjë nuk I ndryshon dot. Ndërkohë që për mua, për ne, këto nuk janë faktet e pafajësisë apo të amnistisë, për çfarëdo faj mund të ketë bërë Belinda, të cilin sidoqoftë nuk e përcaktojnë dot as një prokuror, as dy uturak mediatik qimbellinj, që mbledhin e hedhin jashtë nxjerrjet e urrëties ndaj nesh, duke pastruar para dhe duke bërë evazion fiskal në sytë e mbyllur të prokurorisë që I ka dosjet për të dyja këto akuza të depozituara institucionalisht nga tatimet e Republikës Shqipërisë. Po tatimet e Republikës Shqipërisë janë të Republikës, prandaj nuk janë aq të rëndësishme se sa janë qimbellinjt, që janë të hurit dhe të litarit.